Komisariatet e policisë në Shkodër dhe Malësi të Madhe gjatë 24 orëve të fundit kanë trajtuar 7 raste për vepra të ndryshme penale për trafik mjetësh motorike, lëndë narkotike, dhunë psikologjike të tjerë. Konkretisht për këto raste në komunikatën e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës bëhet e ditur se specialistët për hetimin e krimeve të drejtorisë në Shkodër shpallën në kërkim shtetasit ED 34 vjeç dhe KD 34 vjeç të dy banues në Durrës, pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin me datën 26 shkurt 2026 kanë trafikuar në Shqipëri 2 mjete ekskavator të vjedhura në Itali. Mjetet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Vjen puna për kapjen e 2 shtetasëve në kërkim dhe dokumentimin e plotë të rastit. Ndërkohë nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin AK 24 vjeç banues në fshatin Dobraç për veprat penale, trafikimi mjeteve motorike pasi automjeti që posedonte rezultonte i vjedhur në Itali. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin EG 22 vjeç banues në Kosovë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë kufitare në Moriçani gjetën një sasi lëndë të dyshuar si narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Komisariati i policisë në Shkodër referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EH 41 vjeç banues në Shkodër, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Gjithashtu specialistët për hetim të krimeve të këtij komisariati referuan në prokurori për vlerësim rreth rastit të datës 1 mars që është dërguar për mjekim në Spitalin Rajonal të Shkodrës ku shtetasin ML 70 vjeç, i cili dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht në banesën e tij. Aktualisht ai ndodhet në Spitalin e Traumës nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, Komisariati i Policisë në Malësi të Madhe referoi materialet në prokurori ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin ON 27 vjeç i kallëzuar pasi ka bllokuar rrugën tek prona e një bashkëfratarit të tij, përfundon komunikata e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës për rëndin publik gjatë 24 orëve të fundit.